në mes ullet partia me më shumë të ulse në kuvend, lëvizjave të vendosje. Në këtë mbledhje caktohen ulset e partive politike të prezentuara në kuvendin e Republikës Kosovës, edhe po ashtu bashkë me ta e diskutova skenarin për mbajtjen e mbledhjes e cila e themelon legislaturën e 9 të kuvendit tonë. Këto bën të gjitha në bazë të rezultateve të cilat i ka certifikuar Komisionit Qendror i zgjedhjeve. Gjithçka shkoi mirë në këtë mbledhje, u caktuan ulset, nuk ka ndryshim shumë të madh sa i përket ulseve në kuvendin e Republikës Kosovës, në mes ullet partia me më shumë të ulse në kuvend, lëvizjave të vendosje. Dy krahët e kuvendit, krahu i majtë dhe krahu i djathtë, janë siç kanë qenë, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës po ashtu u deklarua vetë, ullet po aty ku ka qenë legislaturën e 8, edhe pakicat me të njëjtën sipas të njëjtës radhë. Skenarin me ndryshime të vogla, do të thoja, simbolike, në krahasim me çështje kemi pas legislaturën e 8, e biseduam bashkë me të gjithë përfaqësuesit që ishin këtu, 15 prej tyre i patëm. Dallimet janë të vogla me legislaturën e 8, sepse ne, nëse ju kujtohet, gjatë legislaturës 8 e patëm miratu një rregullore të re të kuvendit dhe aty pastaj specifikohen të gjitha ato normat të cilat na ndihmojnë për me themelu legislaturën e 9. Gjithçka shkoi mirë, përfundoi mbledhja, kaq ishte sa i përket kësaj mbledhje të cilën e përfunduam.